zbatoj vendimin e gjykatës edhe ta çoj atë. Kështu që do duhet që në qoftë se do duhet i përmbaheshim atij zotimit që secili përballet me drejtësinë në mënyrë individuale, sot Belinda Balluku duhet kishte zhveshur nga funksionet, qeveria do duhet ishte distancuar nga Si e shpjegon? Përderisa i pyeta nuk ka ndodhur, sepse pikërisht nga që është krijuar tashmë një qendër e re pushteti përkundër kujt? Përkundër një ekzekutivi të mbifuqishëm, një ekzekutivi që kontrollonte edhe deri diku gjyqësorin, po edhe parlamentin, edhe ekzekutivin. Dhe kush e mban këtë pushtet? Edi Rama. Së pari njërë bie dakord që gjithë jemi naiv këtu që të kuptojmë që molla dhe dardhat nuk janë ngrënë para skurrizit të Edi Ramës, pa dijenin e Edi Ramës. Këtu jemi të gjithë koshient që padyshim që urdhëruesi, planifikuesi i çdo lloj afere, duke filluar nga inceneratorët, çështja McGonigal, Tigri 1, Tigri 2 dhe çështja në fjalë dhe vjedhjet e mëdha. Luftar hysa që ishka një zyrë. Po patjetër të Sinaloas që tashmë është nën grata e tjerë me radhë, janë të gjitha nën urdhrin e Edi Ramës dhe kjo padyshim që s'do më asnjë dyshim. Çështja është që përveç ndryshimit të kursit, ne kemi pasur një zëvendës tjetër kryeministër, zotin Ahmetaj. Në atë periudhë ju e mbani mend që doli zoti Rama që shqyqyr spaku se unë do të kisha bërë akoma më shumë. Pra kemi një ndryshim në rastin e zonjës Balluku me rastet e përgjithshme. Pastaj flet kryeministri dhe del flet për procesin e rregullt ligjor, për pavarësinë e institucioneve, për kontrollin dhe balancën e pushteteve etj me radhë. Ky kryeministër i ka ndërhyrë gjykata thotë. Gjykata atë punë ka ndërhyrë ekzekutivi. Është në bazën e kontrollit dhe balancës. Po krijohet një precedens i rrezikshëm nga ana e kryeministit për të mos dorëzuar të korruptuarit. Jo për Republikë Prokurorës. Krijohet një precedent. Për Republikë autoritariste që nuk dorëzon hajdutët para drejtësisë, kjo po krijohet. Që Spaku ka vepruar me dy standarde, që Spaku sot nuk preken të gjithë përveç Edi Ramës në çështjen me Gonigal. Sa të ndihmojnë pak. Edhe këtë rast ka vepruar me dy standarde, se sot duhet të kishte shkuar te kërkesa për heqje imuniteti. Patjetër. Krijohet një precedent që nëse sepse ke standarde të dyfishta. Do të jetë kryeministri apo drejtori. Nuk ka lidhje. Standardin duhet ta vendos kryeministri që vendosin gjithë kryeministrat e botës. Që për gjën më të vogël domosdoshmë japin dorëheqjen ministrat e tyre. Jo, e japin vetë ata dorëheqjen. E japin jep dhe kryeministri. Një standard të integriteti aty duhet kishte. Patjetër duhet kishte një dorëheqje. Mos detyronte gjykatën të shkarkonte nga detyra. Rrezikon që nesër gjyqëtori të krijohet një precedent dhe të vendos kush drejton qeverinë. Pra këtë gjë që bëjmë me zonës kryeministrit ta bëjmë me kryeministrin, cili do qoftë, sot është Balluku Rama, nesër mund të jetë dikush tjetër. E vendos nëse kryeministri shkel ligjin. Po shkel ligjin përfundon prapë. Po vonë mos vjen. Po nuk shkel ligjin, nuk ka ç't bëj drejtësia, pasi është ai postulat i famshëm, zhonjëri prezumon i pafajshëm derisa të marrin vendim gjykate. Në masat e sigurisë që ka marrë SPAK në zonës Balluku, paktën po të analizosh një vit e sot, duket që qasja e SPAK-u ka ardhur duke u zbutur ndaj masave të sigurisë. Dhe ndaj zonës Balluku ka shkuar me masa, mund të themi, goxha të lehta. Okej, pezullim nga ushtrimi i funksionit publik mund të tingëllojë rënd, po në finale je duke ushtruar mandatin e deputetit. Ke mundësi të përgatisësh një mbrojtje mirë ligjore, ke mundësi të konsultohesh non-stop me avokatët, nëse beson ke pafajësia jote. Por ke mundësi edhe të prishësh provat, po tash. Është element tjetër që jo, prandaj ka ardhur ajo mas, sepse duke qenë në detyrë, ajo prish prova dhe në 20 ditë ajo ka pasur. Në momentin që ajo u mor në pyetje do duhet të ishte larguar nga detyra. Absolutisht. Ka një qasje goxha më edhe tash se sa rastet e shkuara. Dhe në detyrë ishte edhe zoti Velier kur u arrestua. Ishte në detyrë, po vendosin që ky person duhet të qëndrojë prapa hekurave se mund të cënojë procesin hetimor etj. Por gjithsesi, SPAK-u besoj ka kuptuar që edhe mënyra se si ka vepruar të shkuara nuk ka qenë fort e mirë. Sepse tezjat e hetimeve pafund ndaj zyrtarëve të lartë, të cilët sot janë prapa hekurave, zoti Meta, zoti Veliaj, ka ngritur shumë pikë pyetje mbi besueshmërinë e vetë institucionit, sepse logjika është nëse ti më vendos mua prapa hekurave, i bie ke kopsit dosin, e ke gati për ta çuar gjykatë. Nuk ke çfarë fetosh më. Momenti kur ti gjyqin e zgjat një vit,
Atëherë Pra, është në rregull le temi procedurë tani me Ballukun dhe ka qenë keq me Veliajn dhe me Metën. nuk mund ta them nëse është mirë apo jo. Ditë them që Spaku po tregohet më i zbutur ndaj zonjës Balluku mbasi është afër qeverisë. Është afër qeverisë sepse ti ke, nëse marrim rastin e zotit Veliaj, u shoqërua nga BKH, nga oficerët BKH-s, në makinën e vet për të shkuar për të vuajtur në paraburgim. Ndërkohë që ke rastin flagrant të zotit Meta që u rrëmbye në mënyrë kriminale në mes të ditës, edhe pse i është përgjigjur gjithmonë. Mirë, kishte një urdhër arresti se tani kjo e rrëmbyer gjuhë politike tani, përderisa po flasim me gjuhën e ligjit. Do ta devijojmë bisedën në çështje tjetër. Jo, po flasim për standardet që ka përdorur. Spaku po tregon më zbutur nga me kalimin e muajve. Jo, përdor standardet të dy fisha, sepse nëse ti e ke marrë të pandehur atë, duhet t'i kishe përcaktuar direkt masat e pezullimit, sepse ti po e heton për shkak të funksionit. Ka diskutim, themi atë që është tash. Tani, Rezarta. Sepse mund t'i bëjë thirrje në spagë. Pikërisht.